që në rendin e ditës të futen 15 deri 20 pika, sepse racionalisht do thot që në asnjërin prej tyre mos ketë një diskutim themelor, thelbësor për cilën duhet të diskutojnë në seancë plenare. Por kjo tashti ka kaluar në vend të dytë, të tretë apo edhe më poshtë. E vërteta është dhe ne nuk mund të bëjmë sikur nuk e dim se në çfarë realitetit ne po jetojmë, ju drejtoni një seancë ku një qeveri është zhytur kokë e këmbë në skandale. 3 qeverit e qeverisë nuk e keni më në karrigat e tyre. Po të përmendni emrin e një ministri, ai ik sepse ka frikë nga fjala ligj. Ju drejtoni një seancë me një qeveri të delegjitimuar moralisht, politikisht dhe publikisht. Ju drejtoni një qeveri dhe jeni pjesë e një pushteti që ka marrë ujë si anije që shpohen dhe timonieri ende nuk e ka kuptuar se çfarë po ndodh. Në kushte të tillë, kur nuk është qeveria në krizë, por në fakt është vetë qeveria krizë, atëherë ne rrezikojmë shtetin ton shqiptar. Ndaj dhe në këto kushte ne kërkojmë që të jeni të përgjegjshëm për situatën cilën ne ndodhemi, sepse nuk keni më majorancë. Për 3 muaj është përmbysur çdo gjë. Nuk është përmbysur si janë përmbysur disa qytete nga uji, por është përmbysur nga pesha e jashtëzakonshme, e turpshme, e korrupsionit të këtij pushteti. Faleminderit. Fjalën ka kërkuar zoti Erald Kapri për procedurë. Zoti Kapri. Zoti kryetar, të lutem shumë të rhiqu vëmendjen deputetëve dhe veçanërisht kryetarit të grupit parlamentar të majorancës, që kur flitet në parlament të çohet në këmbë. Nuk është në konakun e vetu në Bërzesht të Librazhdit, por është në parlamentin e Shqipërisë. Dhe të respektoj parlamentin dhe të mos flasi ulur nga vendi. E kuptojmë që ka 20 vjet në këtë parlament dhe 13 vjet në pushtet, por minimalisht të ketë etikën ku flet në parlament. Sepse ndoshta është i vetmi ministër ose ish ministër që ditën më të lumtur e ka kur e shkarkuan, sepse dihet arsyen pse e shkarkoi Rama si ministër i brendshëm, sepse do dalin pak më vonë me sa duket. Së dyti, zoti kryetar, ka gati 3 muaj që është mbledhur ky parlament, kryeministri ka ardhur vetëm kur ka bërë betimin edhe kur ka bërë një fjalim për buxhetin. Tani më gjeni një vend të Evropës ku kryeministri shkon një në 3 muaj, një në 6 muaj në parlament. Në Republikë parlamentare kjo. Nuk ndodh. Ashtu si nuk ka asnjë vend të Evropës kur një ministër ka një akuzë për korrupsion dhe kryeministri të mos ta shkarkojë. Ta pyesi veten kryeministri ku ka një vend në Evropë ku ka një akuzë për korrupsion për ministrat e tij dhe nuk e shkarkon ai. Këtu po përballemi me një puç kushtetues. Fakti që ministria nuk shkarkohet nga kryeministri jo vetëm se ai ka hallin e vet, por edhe për faktin sepse po tentohet me çdo mjet për të kapur gjykatën kushtetuese dhe për mëtej spakun më pas. Edhe duke tentuar madje që të ulet edhe numri i deputetëve dhe për ndryshuar parlamentin, pse jo për ndryshuar edhe rregullat me institucionet e drejtësisë. Ndaj të lutem, zoti kryetar, ne duam përgjigje herës tjetër, do vi ose jo kryeministri, sepse nuk mund të vazhdohet më kështu. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla, replik? Okej. Zoti Balliu, procedurë. Tani nuk e di, zoti kryetar, vërtet se si do ta zgjidhim këtë problemin e mohimit të drejtës për interpelancë që unë si deputet kam. Kam 2 muaj që kam kërkuar interpelancë me ministrin Balluku në fakt, po tani ministri Balluku nuk është më ministre dhe kështu që nuk mund dalë interpelancë. I shpëtoi interpelancës, po përfundoi më keq. Por kam një interpelancë me kryeministrin, zoti kryetar. Tani unë e kuptoj që ju kërkoni të shmangni llogaridhënien. Por nuk i shpëtoni dot. Ka ndryshuar gjithçka, ju nuk e kuptoni. Ju mendonit se kur u arrestua Erion Veliaj, ishte një çështje që kishte bënte me Erion Veliajin. Tani që u more pandehur Balluku, është një çështje që ka të bëjë me Ballukun. Tani po kanë shkuar te Mirlinda Kërçanaj e Akshit.
vërtet vazhdoni mendoni se kemi të bëjmë me çështje të përveçme të disa individëve, ka ndryshuar. Ky është një ndryshim thelbësor. Nuk kam, duhet të jepni llogari. Duhet të jepni llogari dhe nuk keni çati bëni drejtësisë, nuk keni çati bëni spakut, sepse kanë mbrojtjen e ndërkombëtarëve dhe në fakt edhe këto sulmet qesharake që bëni për ditë, Rama çdo ditë kërcënon gjykatën kushtetuese me brot shkulla të llojit, keni marrë të pandehur, keni pezulluar ministren Balluku dhe shqiptarët nuk udhtojnë dot në Kanada. Tani kemi dëgjuar ka filluar Ministri i Drejtësisë me postime që thot ndarja e pushteteve. Kujtohet për një takim që ka bërë me Ministrin e Drejtësisë italiane të para 2 javë dhe na tregon që dhe ai ishte shqetësuar, apo jo ministër, ishte shqetësuar ministri italian për ndarjen e pushteteve në Itali apo për korrupsionin, zoti ministër. Del Taulan Balla dhe thot, pyesni ChatGPT-n, thot. S'ka ndodhur ndonjëherë, po unë prapë thot Taulan Balla, nuk flas keq për gjykatësit dhe për prokurorët, si janë ban Taulantit, se ka frikë se përfundon si gjithë të tjerët. Tani, nuk e shmangni dot daljen para drejtësisë, e keni të kotë. Ky është një ndryshim historik. Kështu që ndajni mendjen, dilni çdo ditë siç po ndodh, bashkëpunoni me drejtësinë, sepse ju ka ardhur fundi. Tani, nuk e di, zoti kryetar, vërtet se si do ta zgjidhim këtë problemin e mohimit të drejtës për interpelancë që unë si deputet kam. Kam 2 muaj që kam kërkuar interpelancë me ministrin Balluku në fakt, po tani ministri Balluku nuk është më ministre dhe kështu që nuk mund dalë interpelancë. I shpëtoi interpelancës, po përfundoi më keq. Por kam një interpelancë me kryeministrin, zoti kryetar. Tani, unë e kuptoj që ju kërkoni të shmangni llogaridhënien. Po nuk i shpëtoni dot, ka ndryshuar gjithçka, ju nuk e kuptoni. Ju mendonit se kur u arrestua Erion Veliaj, ishte një çështje që kishte bënte me Erion Veliajin. Tani që u more pandehur Balluku, është një çështje që ka të bëjë me Ballukun. Tani po kanë shkuar te Mirlinda Kërçanaj e Akshit. Vërtet vazhdoni mendoni se kemi të bëjmë me çështje të përveçme të disa individëve, ka ndryshuar. Ky është një ndryshim thelbësor. Nuk kam, duhet të jepni llogari. Duhet të jepni llogari dhe nuk keni çati bëni drejtësisë, nuk keni çati bëni spakut, sepse kanë mbrojtje